Reforma administrative territoriale jo thjesht do të kursej parat e buxhetit shtetit, por së bashku me decentralizimin e kompetencave do të jap një zhvillim më të madh bashkive të Shqipërisë. Ndërsa pritet firma e presidentit të Republikës që ndarja territoriale të votohet në fletorin zyrtare më pas të hyjë në fuqi, zëvendës kryeministri Niko Peleshi ka shfrytzuar inaugurimin e rrugës Balës-Letan në komunën Bradëshesht e Elbasanit për të theksuar se krijimi i njësive më të mëdha vendore favorizon zbatimin e projekteve ambicioze për zhvillimin e vendit. Tani do kemi bashkime të mëdha, më të fuqishme, me kapacitete më të shtuara, por edhe me më shumë para dhe fonde. Edhe nga qeveria, por edhe nga shumë fonde që çlirohen nga kursimet e reformës. Duke filluar nga buxheti i këtij viti, ne do hapim një llogari për secilin prej 60 ca bashkive të reja tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit për të financuar projektimin. Edhe për kreun e bashkisë së Elbasanit, Qazim Sejdini, harta me 61 njësi do ndihmoj zhvillimin ekonomik. Unë kam qenë partizan e kësaj pune, por shpresojmë që të kemi edhe decentralizimin e kompetencave, edhe do japi zhvillim shumë më. Sipas zëvendës kryeministrit Peleshi, një prej problemeve kryesore që kanë bashkitë sot është mungesa e kapaciteteve për thithjen e projekteve, realitet i cili do ndryshoj pas zgjedhjeve lokale të qershorit 2015.